e erës. Të gjithë filluan të shkruajnë, jo do vetëm fshat, jo në bregdet. Unë vendosa të veja në Han. Kisha lexuar një libër shkencor popullor në bibliotekën e Patosit. Biblioteka e Patosit ka pasur një bibliotekë shumë të pasur shkencore. Kisha lexuar një libër shkencor popullor të Tsiolkovskit. Tsiolkovski është babai i teorik i raketave. Edhe atje mua më lindi dëshira fëminore që të veproja sipas udhëzimeve të tija, unë nuk mund të bëj gjë tjetër veçse në ndrimet e mia, edhe vajta në Han. Artimi im u pëlqye, u lexua para gjithë klasës, u mori vesh në shkollë dhe jashtë shkollës që unë kisha guxuar që të veja në Han. Mbas aja unë artimet e mia gjithmonë kishin diçka mbi normalen, kishin një element fantastik më shumë se të tjerët, të cilën unë mundohem që ta ruaj edhe në këtë. Edhe sot e kësaj dite, pra të qëndrojnë në të njëjtën holli të fantazisë.